10 vajza dhe gra u trajnuan falas në punimin tradicional me tez gjah, një mjeshtëri e trashëguar ndër breza që mbetet pjesë e identitetit kulturor të Korçës. Trajnimi ka zgjatur për gjatë gjithë muajit tetor dhe në përmbyllje të tij janë shpërndarë edhe certifikata për pjesëmarrëset. Pas 4 javësh trajnim, një grup prej ditë të rejash kanë ardhur javë pas jave dhe kanë marrë leksionet se si mund të realizojnë qilimat në mënyrën korçare, që duke nisur që nga motive tradicionale dhe deri tek ato modernet. Në përfundim të këtyre trajnimeve, ne sot po bëjmë një aktivitet përmbyllës ku do të socializohemi me njëra tjetrën dhe do të ndajmë frytet e punës. Një nga pjesëmarrëset, Gjeni Gjurasi, e sheh këtë si një mundësi reale për punësim apo vetë punësim në të ardhmen. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, trajnimi që ne bëm për veglën dhe ishte një vlerësim shumë i madh dhe i bukur dhe jemi kënaqur shumë. Organizatorët theksojnë rëndësinë e transmetimit të kësaj mjeshtërie tek brezat e rinj, duke e konsideruar si një mision kulturor për ta mbajtur të gjallë trashëgimin artizanale të qytetit. Programi Artizani i Ri u mbështet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Bashkia e Korçës si një model për ruajtjen e trashëgimisë dhe nxitjen e vetpunësimit.